Me që sinjali në realitet emisioni emetohet edhe në Kërçov përmes televizionit Uskana, atje dihet ende Fatmir Limani apo ende nuk dihet cili kandidat? Për Vlenin është e rëndësishme që në komunën e Kërçovës fitoj një kandidat shqiptar. Dhe ne nuk kemi dashur të eksperimentojmë e ta rrezikojmë duke duke nxjerrë emrat të kandidatëve. Është shumë mirë që edhe BDI-ja edhe partitë e tjera ta kuptojnë se nuk është mirë të partizohet kandidatura e komunës së Kërçovës. Ne duhet bijmë të dakord që ta përkrajmë një kandidat i cili fiton në Kërçovë, për shkak se edhe sikur të mblidhemi gjithë, është e vështirë të fitohet për shkak se aty ka shpërngulje të madhe dhe pa një vot të mërgatës shqiptare nuk fitohet komuna e Kërçovës. A unë jam i sigurt se mërgata shqiptare nuk do vinte të votonte që se ne bëjmë shumë kandidat në Kërçovë. Andaj, ja shfrytëzoj edhe këtë rast që të bëj thirrje të gjithëve që të jemi të vëmendshëm me komunën e Kërçovës, që të mblidhemi dhe ta përzgjedhim një kandidat të përbashkët që Kërçova të mbetet në të drejtimin e një kryetari shqiptar.